Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kines që freshi. Tani ndodhem në qytetin Kunming, kryeqendra e provincës Yunnan të Kinës Jugbanimore. Këtu pranvera nuk i këngur. Butësia e krimës i ka dhënë emrin qyteti i pranverës. Sot të takoj një të ri nga Maqedonia e Veriut, i cili studion, punon dhe jeton në këtë qytet. Çfarë bën këtë të ri nga Ballkani të vendos të qëndroj këtu e të dëgjojmë në historinë e tij. Unë jam Kadir Ismaili nga Tetova. Ka 2 vite që jetoj në Kinë, jam vendosur në qytetin e Kunmingut, në provincën e Yunnanit. Kam ardhur në Kinë për studimet e mia të masterit në drejtimin biznes internacional. Stacioni yt i parë në Kinë ishte Yunnani, dhe cila është përshtypja jote e parë për Kinë, ose për Yunnan? Ishte një kujtim që s'u harroj asnjëherë. Ende e kujtoj ditën e parë që isha këtu, u habita shumë, sepse nuk e prisha që Kina të jetë kaq e përparuar. Kisha lexuar lajme, kisha pa ndonjë video, po vetë ta përjetojsh këtë eksperiencë ishte diçka e jashtëzakonshme. Veçanërisht nëse flasim për Kunmingun, ishte diçka ende më e bukur sepse Kunmingu ishte i zbukuruar me shumë lule të ndryshme, me gjelbërime. Si gjithë vendet e Kinës, edhe këtu komunikacioni është shumë në rregull. Kështu që ishte një eksperiencë që s'u harroj atë ndjenja të ditës së parë. Kur erdha në Kinë, dija vetëm ni ha. Kështu që si çdo i huaj që ka ardhur në Kinë, edhe unë kisha disa vështirësi. Mund të themi gjuha ishte vështirësia më e madhe e çdo kujt që ka ardhur në Kinë. Pas asaj ishte procesi i adaptimit në jetë në Kinë, sepse shumë më i avancuar se sa ne atje, dhe kështu që ishte pak më rënd të adaptohesh në këtë jetë kaq të inkuadruar teknologjia në jetë. Vërej se je shumë aktiv në rrjetet sociale dhe dokumenton jetën tënde me kamera. Dhe çfarë mesazhi dëshiron të përcjellësh përmes këtyre videove? Nuk ka ndonjë mesazh specifik që dua të përcjelli, vetëm se më vjen keq që njerëzit nuk e njohin aq mirë Kinën, sepse vetëm e kanë dëgjuar nga burime jo të sakta. Kurse Kina ka një fytyrë shumë më të ndryshe, shumë më të mirë, që është e vërteta e Kinës. Kështu që unë sadopak që shpërndaj këto videot, du njerëzit që ta shohin jetën në Kinë, produktet, kualitet që i prodhon Kina, e kështu me radhë. Patjetër që po, në videot e mia të mëparshme kam postuar disa video dhe kishte shumë interesim të madh nga ndjekësit e mi. Të gjithë thanë nuk është e besueshme, sepse vetëm e pa një rrugë të mbuluar me lule të bukura, po kjo është diçka e zakonshme në Kunming për vendasit, kurse për turistët lokal, vendas dhe turistë të jashtëm që vinë, kjo është diçka e mahnitshme. Dhe dua sa më shumë njerëz që të vinë këtu e të vizitojnë Kunmingun dhe provincën e Yunnanit. Po studion drejtësi ndërkombëtare në universitet. Njëkohësisht po menaxhon edhe një kompani import-eksporti. Nxerat janë drejtimet kryesore të kompanisë? Është e vërtet, kemi filluar aktivitetet në vitin 2024, 8 muaj pasi që erdha në Kinë. Tani menaxhoj 3 kompani dhe më shumë bëjmë eksport nga Kina nëpër shtetet evropiane. Edhe në disa shtete aziatike, po kryesisht jemi bazuar në eksport për shtetet evropiane. Po ashtu edhe kemi disa kompani që bëjnë import në Kinë, kështu që u ndihmuam në proces për import të produkteve të tyra në Kinë. Kryesisht është i bazuar në Ballkan. Po ashtu edhe shqiptarët janë kudo, kështu që i kemi klientë nga Gjermania, nga Zvicra, Italia, Suedia, po ashtu edhe nga Amerika na kontaktojnë shumë. Po si zakonisht klientë më të mëdhenj i kemi nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Që kur u vendose në Kunming, dhe çfarë ka ndryshuar më shumë tek ti? Shihni, unë edhe studimet e mia i kam kryer jashtë vendit. Nuk isha në Maqedoni, isha jashtë vendit. Edhe ajo ishte një eksperiencë e mirë. Por zhvendosja në Kinë është një eksperiencë e paparë. Kështu që e zhvillon njeriu në një mas të paimagjinueshme. Pasi që erdha në Kinë, mund të them se jeta ime ndryshoi komplet. Kështu që do jetë diçka që s'u harroj tani jetën time.
edhe po ashtu këtu njofta shumë njerëz nga shtete të ndryshme. Mbi 50 shtete, njerëz që kanë ardhur mbi 50 shtete i kam njohur veçanërisht këtu në Kunming. Kështu që këto kujtimet nuk harohen shumë lehtë. Po ashtu edhe ardhja ime në Kinë, veçanërisht në Kunming, më shtoi shumë sende në jetën private, si eksperienca, kujtime të mira, njerëz të mirë që hynë në jetën time, kështu që ka një vend shumë të veçantë në zemrën time. Kështu që edhe mu kjo sfidë, mund të themi sfidë e jetës, edhe pse kishte shumë vështirësi të tilla, po në këtë rrugtim njofta shumë njerëz, pata shumë eksperiencë, dhe kështu që ma besoj me këtë eksperiencë që e kam marrë këtu, në asnjë sfidë të jetës ma nuk do të dorëzohem. Në mars të këtij viti, presidenti kines Xi Jinping vizitoi Yunnanin dhe theksoi ndërtimi e një metsërësi të lartë të zonës pilot të tregtisë së lirë. Gjithashtu edhe forcimi e korridoreve të transportit të energjisë dhe informacionit digjital, Yunani po hapet gjithnjë më shumë në jetën tënde të përditshme, besoj se mund të ndihesh këtë ndryshim, apo jo? Patjetër që po. Yunani është një ndër provincat që po zhvillohet në Kinë. Gjendet në jug të Kinës dhe për shkak të klimës së saj, mund të themi tropikale, ka shumë produkte që kërkohet në bazë botërore. Nga këto mund të përmendim arat, kokrat të kafes, kokrat të kakaos, lule të ndryshme, dhe më e famshmja e Kinës dhe gjithë botës është qaji i provincës të Yunanit, veçanërisht qaji i Phu Eri. Siç e dim gjithë, zonat të lira ekonomike në gjithë botën i ndihmojnë shumë afarisëve të ri që të marrin një supermarrje. Por në Kinë kjo ishte ende më e zhvilluar dhe u ndihmoi shumë njerëz këtu. Kam pasur kontakte me njerëz nga zona e lirë ekonomike, si një urë lidhëse mes Kinës dhe Maqedonisë së Veriut, besoj se ke dëshirë të eksportosh dhe marrë atë cilësore nga Maqedonia e Veriut në Kinë? Patjetër që po. Sipas statistikave, vitin e kaluar 2024, Maqedonia e Veriut dhe Kina kishte një biznes të përbashkët nga 1 miliard euro. Kështu që edhe me përqindje, Maqedonia e Veriut është në rang shumë të lartë në Europë. Po ashtu, sepse jemi me përqindje më të madhe, kështu që opsionet për të bërë biznes në Kinën, po ashtu ishin shumë të larta. Por ama, produktet tona janë specifike dhe shiten në vende shumë specifike të botës. Kështu që kemi disa produkte nga Maqedonia e Veriut që i kemi pru veç se në Kinë dhe shitja e tyre po vazhdon këtu. Po ama dëshiroj që më shumë njerëz nga Ballkani, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut të prodhojnë produkte të mira, cilësore dhe bashkarisht të sjellim ato produkte qytetarëve kinez. Çfarë produktesh rekomendon të eksportohen nga Maqedonia e Veriut në Kinë? Shifni së pari, ne e kemi një gjë shumë specifike që nuk gjendet askund në botë. Edhe pse shumë pak njerëz e dinë në Maqedoni këtë gjë, ne kemi mermer shumë cilësor që është ngjyrë e pastër e bardhë. Si zakonisht këto mermer mund të shihni në pallate apo në xhamia shumë të shtrenjta në shtetet arabe. Po ashtu edhe importohet në Kinë, po ama nuk është aq e famshme. Në rend të dytë mund ta vendoj edhe pse nuk e konsumoj asesi, është vera e kuqe. Nga ana e kinezëve shprehin shumë interesim të madh dhe ka kompani maqedonase që e sjellën verën në Kinë. Po ashtu edhe shumë produkte tjera ushqimore hynë në Kinë. Je një student në Universitetin e Yunanit, menaxhon një kompani dhe je gjithashtu ndikues në rrjetet sociale me shumë ndjekës. Mund të themi se ky qytet të ka dhënë disa orore. Nëse do të shkruaje Yunani me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Vendi luleve, shtëpia ime e dytë dhe e treta pjesa e dytë e jetës sime. Të dashur miq, Kadiri vjen nga Ballkani dhe sot jeton në qytetin Kunming të Kinës.
Ai thot shpesh se këtu ndihet si në vendrindje, ka marrë riqene dhe ngrohtësi njerëzore. Diku buzë riqenit të ohrit pritet rindja e dirit, këtu pranë riqenit e tjençyr soritën let mbi ujë. Në shkup tek ura e gurit në qarshin e vjetër, ndihen peshën e kohës, ndërsa në Yunnan tek gjurmët e rrugës së vjetër të çajit dhe guajve, ndaresh një çast të bërë të marrëfrim. Qytetet ndryshojnë, por ndjesia mbetet e njëjtë. Në këtë qytet, kartiri mban orore të ndryshme. Argjendën e gaguar e ka vendosur në Kunming, ndërsa marrin e mban për Parkami. Të dashur miq, për shumë dërinj si kartiri, Kina nuk është thjesht një vend në hartë, por një hapësirë për të provuar, për të komunikuar dhe për të realizuar ide. Ndoshta pikërisht këto histori i bëjnë në marrëdhëniet mes Kinës dhe Maqedonisë së Veriut më të afërt se kurrë. Jam Burimi, një gazetar kines që flet shqip. Për historitë e kartirit dhe shumë shqiptarëve të tjerë në Kinë, ju ftoj të më ndiqni në YouTube e Instagram në kanalin Burimi nga Kina. Të ndaj më shumë rrëfime së bashku. Faleminderit që qëndruat me mua, shihemi herën tjetër.